O, që jam e mërzitur shumë sot, more. Jam shumë e mërzitur, se një video më bëri të zbuloj që pjesa më e madhe e shqiptarëve vojnë nga tensioni i gjakut. Të thoni ju qysh ndodhi që unë e vërtetova. Unë bëra një video me humor, si që bëj gjithmonë, edhe shkruajta titullin si të rregullojmë tensionin e gjakut. Kjo ka qenë një nga videot që është shikuar më shumë nga njerëzit. Wow! Megjithatë, ndjej si detyrim tani që t'jap 2 këshilla të vogla, me që sa atje thjesht bëra humor, si ta kontrolloni tensionin e gjakut, ta mbani në kontroll. E para është që të besoj gjithë e dini të hani hudhra për ta ulur ose kungull. Kurse për ta ngritur, tensionin e gjakut mjafton të zjeni me familjarët ose hapeni televizori aty ku flasin politikanët. I ka se janë bërë tym janë bërë kalofshi bukur ku do që jeni. Dhe mos harroni të ndiqni videot në Komedi nga larg për më shumë humor.